e kisha mamin e jashtë, dhe që jem kë... Falë veç pak. E di që e ki zorë? Shumë dhe vëllë. Ekstrem shumë. Ka hekë shumë edhe mu ka shëri edhe të në një vetëm vajtur shumë. Që e përjetë edhe këtë senë. E visa dulë për spitalit e prunën familjarët aty, tash ku me di që e mera ja këtë lajmë, aty më ka shku menja edhe të qika me njerë. Se për vetës, sinqerisht, aj zoti, ma dhe më ka sprovua, vetën se së më do këtë kur gjë, wow. Si më ka litje më E i thanë edhe asaj? Edhe i thanë edhe asaj, më në nëshkru, kjo dhe daja aty. Edhe kish marrë shumë ofër, zemrës keq. Të që mos për bjenaj farë infrakti anaj. Po, falë zotit, i thash doktore që thuj pranoja miri pa asnjë hezitim, po. Edhe mos bëhet marak, edhe kallëzoj që tash t'i ndollë protezat e në përdin i shku një kishtë tonë që mamë tani një kishtë kallëzu doktore që mos s'ki nevoja, përdin shu që pështaj djali, tash t'i protezat që ndollë, kom e ecë ma mirë se sa me atë kom që e ka posë. Shumë ma letë po thonë që do t'a kesh me protezë se sa me komën e smutë që ki panë. Qashtu më kanë thonë edhe aty në përgjatëm, se thash më konë me vedije, se s'kanë guzohë më ndonë kësi anestezion përgjithshëm. Vish kështu shokët e poshtë më konë impitë. Gjatë operacion, dhe me thonë gjatë amputimit të komës, më thëshën që ki me ecë ma mirë me protezë, se sa me këtë komë. Tani kur dola prej sallësh, jë më dollë të keshë. Se thash, t'i dha vullnet familjarëve, me gjallarëve, mamit e tha mami kur poshtë të keshë, tha atëherë në dita që se pas ke marrë ofër zemrës. Ja ki zbutë.